Është gjetur pas 2 ditësh kërkime trupi i pajeti 38 vjeçarit Erkin Lika, i cili dyshohet se rrëshqiti nga shkëmbi pas ditën e së shtunës në kanionin e Urës së Vashës në Lumin Madh. Për shkak të rrymës së fortë të ujit, kërkimet kanë qenë të vështira për gjetjen e trupit të riut, ndërkohë që gjatë ditës së sotme në terren janë më 10 forca që nga ato të armatosurat të mbrojtjes civile, volumbarëve të ndryshëm, por edhe banorë të zonës të cilët ju kanë ardhur në ndihmë pasi terreni është tepër i vështirë. Trupi të riut u gjet gjatë kërkimeve intensive të zhvilluara nga disa grupe rreth 30 metra poshtë vendit ku ai kishte rënë. 38 vjeçari Erkin Lika ishte pjesë e grupit alpinistë të Shqipërisë si dhe pjesë e grupit të kërkim shpëtimit në zonat e vështira. Ai ndodhej në kanionin e Urës së Vashës ditën e shtunë teksa po eksploronte zonën duke bërë ngjitje me litar. Dyshohet se Lika ka rrëshqitur në gur teksa po bënte foto kolegëve të tij, ndërsa rryma forte e ujit e ka futur në një shpellë.